është vazhdimsi e një qeverisje ma përpara që u konë 8 vjeqare e Shpend Ahmetit. Dhe më thonë, Bergji, Kiflet, kë e ka zgjedh këtë pjesën e viktimizimit, unë kom dash me bo, nuk më kalon kë, edhe unë i besoj që s'ka mujtë më bo kë kur gjo, sepse kë nuk ka nefuz me i kry punë të Prishtinës. Kë i mirë më vizatu, nuk kam thonë dikun që më pas mu për para, kë kish mujtë më konë një drejtar i mirë ose një arkitekt në mrena komunës, me dhonë kontributin e vetë me vizatimin e qëtyne, mirë për këtu du të vendimarrje, du të menaxhim i fort, se kemë të bojmë me 300.000 banor. Prishtina o qyteti, ma i madhin Kosovë, kërë shteti jonë. Këtu duhet ndershmëri, integritet, edhe mu përball me krejt këshijat, me fenomenet që këta nuk mujnë mu përball. Unë nuk jam kryetar që du mu përshtat me kur kanë heq.